Një atentat i rënd ka ndodhur në Moskë për të eliminuar generalin e ushtrisë ruse, Aleksandr Çajko. Çfarë po ndodh në Moskë? Çfarë po ndodh me Rusinë dhe me Ukrainën? Dhe pse këto atentate pikërisht kohët e fundit? Dhe pse ky generali në fjalë Aleksandr Çajko ishte klasifikuar ose është klasifikuar në listën e zezë si një kriminal lufte? Është generali i ri i forcave të armatosura të Rusisë. Mirë po, si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Mirë po, doja të thoshja që si ishte mundur që pikërisht në këtë periudhë po bëhen atentate, bile disa atentate, jo vetëm ky, po ka patur edhe atentate të tjera në Moskë, bile tregohet që siç e kishte parashikuar edhe Vladimir Putin, që shumë trazira do të ketë në vitet në vijim. Ai pse e kishte parashikuar? Mos ndoshta shërbimet sekrete ruse e dinin paraprakisht një gjë të tillë dhe si do të mbrohet Rusia, sepse për ata që nuk e din, çdo gjë po bëhet për të shkatëruar Rusinë. Pra edhe lufta me Ukrainën, edhe ato që kanë të paktën sipas ekspertëve. Kjo është pra detyra e atyre që po bëjnë këto atentate të programuara. Ngjarja ka ndodhur parmbrëm dhe është klasifikuar si një nga ngjarjet më të rëndësishme ose më makabre në Moskë, sepse piksynimi ishte të eliminonte pikërisht para generalin që festonte 55 vjetorin e tij në një restorant të Moskës. Ai ishte së bashku me fëmijët e tij dhe me general të tjerë, por njëkohësisht edhe me disa tipa të shërbimeve sekrete ruse. Dhe sipas gjasave, kjo lloj bombe ishte përgatitur për të vrarë që të gjithë, pra pjesëmarrësit në këtë ditëlindjen e generalit. Blazi Rossi, një gjë e tillë, pra aty restoranti ku bë atentati, është bllokuar gjithandej sepse po bëhen hetime. Por nga hetimet e para është zbuluar se një grua ka sjell këtë bombë. Pa e kuptuar, ndoshta. Pse? Sepse edhe ajo vdiq pra gjatë atentatit. Si duket, kush e kishte përgatitur këtë bombë kishte vendosur brenda çantës së saj, duke e kamufluar çantën pastaj, duke ndryshuar ndoshta çantën e saj me një çantë tjetër që të ishte e ngjashme me atë çantë. E keni parasysh që zakonisht këto zonjat e rëndësishme kur marrin një çantë me vete, zakonisht që shkojnë për këto mbrëmjet gala ose për shembull në këtë rast në një mbrëmje që festoi ditëlindja e generalit, zakonisht e mbajnë çantën për outlet, pra vetëm për të dukur, sepse në të vërtetë nuk ka gjë brenda, kanë vetëm disa gjëra të vogla, ndoshta edhe telefonin e lënë në shtëpi. Dhe ka shumë gjasa që kjo çantë të jetë përgatitur shumë kohë më parë në mënyrë perfekte, me ngjyrën perfekte dhe i është dhënë kësaj zonje ose ishte vendosur pra një çantë tjetër me një fund në poshtë që të mos kuptoj. Askush nuk e di, por për momentin këto janë thjesht hipoteza që po i tregoj sepse ka disa ekspertë që kanë folur pikërisht për këtë, por doja t'ju thosha që piksynimi ishte për të vrarë pra generalin, sipas gjasave, Aleksandr Çajko. Mirë po, mbetën të vrarë 5 të tjerë, mes tyre, pra generali nuk u prek fizikisht, por mes tyre edhe dhëndri i tij. Dhëndri së bashku me të bijën e tij, e bija u plagos rënd, por dhëndri i Aleksandrit, pra i generalit, u vra. Dhe dhëndri ishte një profesionist në hokej në akull. E keni parasysh ata që bëjnë këto hokej në akull që rrshqasin. Mos gaboj quhej Daniel Perender, një gjë e tillë, Daniel, mos gaboj. Dhe problemi nuk është ky, problemi është që tashmë çfarë do të ndodh, sepse Rusia nuk do ta lë me kaq, për më tepër, edhe i generali nuk e lë kaq lehtë. Dhe ata padyshim do ta gjejnë se kush e ka përgatitur bombën, si e kanë përgatitur, nga vjen dhe detajet e tjera që do ta detyrojnë me fjalë që të shkojnë deri në burimin se kush e ka urdhëruar pastaj. Megjithatë, është për t'u theksuar që gjatë mbrëmjes kishte edhe pjesëtar të tjerë të shërbimeve sekrete, ku njëri prej tyre
sipas gjasave, i ka bërë si quhet skudo, me fjalë muroj i generalit, ishte vendosur me fjalë me shpatull pas tij, dhe ndose ajo shpërtheu në moment, por kjo ka bërë që mos të gërvishtet, mos ketë patur asnjë gërvishtje, ndërsa zotëria në fjalë mendohet që ka vdekur. Megjithatë, është një situatë vërtet delikate tani mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse pas Ukrainës nuk fshihet Ukraina me shërbimin sekret të Ukrainës, se tashmë është kuptuar kjo publikisht që ka shërbime të tjera sekrete të vendeve të tjera, ndoshta evropiane, ndoshta botërore, këtë nuk e dim, por këto janë hipotezat e ekspertëve të kohëve të fundit që pretendojnë që situata do përkeqësohet gjithmonë më shumë për sa i përket lidhjes mes ose konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës. Siç kisha thënë edhe në fillim të kësaj përplasjeje, nëse mbani mend, para një vit e gjysmë, thash që filloi, por kur do mbaroj? Ky është problemi dhe padyshim do të zgjasë kohë. Megjithatë, është një situatë edhe drastike për sa i përket Ukrainës, sepse nuk flitet shumë për Ukrainën, flitet gjithmonë për Rusinë, por Ukraina deri tashmë kanë humbur jetën rreth 400 e ca mijë, jo vetëm ushtar, por edhe oficer të rëndësishëm. Madje pretendohet që edhe një general i Ukrainës ka humbur jetën, po këto janë të gjitha deklarata e përgjithësisë një të konspiracionit, sepse nuk ka shifra zyrtare. Dhe pse po e tregoj këtë? Sepse bota duke sigur e ka ndarë me fjalë informacionin, e ka ndarë edhe me kohë, me fjalë Rusinë. Jo vetëm t'japi informacione më pak ndaj Rusisë, por të jap edhe informacione jo të sakta për arsye sepse e ndau Rusinë që kur vendosën që të ndanin Ukrainën nga Rusia. Dhe derisa por ka një problem, derisa të jetë Putin aty në pushtet, nuk do ta lejoj. Dhe kjo do krijoj konflikte duke ndarë botën më dysh, siç e mbani mend në vitin 2024 u bë rendi i ri, pra i lindjes, rendi i ri botëror, që e tha haptazi që ne tani do të luftojmë rendin e ri të vjetër, pra rendin e ri botëror të vjetër, dhe nga ty, nga BRICS-i, lindi edhe një shoqëri tjetër financiare shumë e madhe që e dëmtoi rënd dollarin amerikan. Dhe ishte ky shkaku që Donald Trump tani kohët e fundit ka filluar që përveç se vendosi disa taksa në mbar botën, por ka kërkon që të rrisë nivelin ekonomik të Amerikës, gjë që për momentin është shumë e vështirë, ndonse Amerika gjendet në çdo cep të botës, qoftë ekonomikisht, por qoftë edhe ushtarakisht, dhe ndaj po them që është një situatë vërtet delikate. Megjithatë, do të priten hetimet e këtij incidenti ose të këtij atentati, dhe siç ju thash edhe më përpara, padyshim do të ketë edhe lëvizje nga Rusia. Dhe kjo do të shkaktoj edhe efektin domino padyshim, jo vetëm mes Ukrainës, por edhe mes vendeve të tjera, që padyshim do të ngrihen pastaj për të gjykuar aktin e keq të Rusisë. Megjithatë, unë kërkoj që të jem gjithmonë asnjanës, nuk jam me askënd, por në vitin 2026 vazhdoj mende që të kemi përplasje se kujt i përket një vend apo kujt i përket një tjetër, sepse kjo është demokracia e zhvillimit, që një ditë duhet që rendi i ri botëror të mbizotërojë dhe të kontrollojë çdo gjë, në çdo cep, me fjalë politikën, shtetet, njerëzit dhe çdo gjë që gjendet në këtë planet. Pra, sepse asgjë nuk na përket. Megjithatë, pres komentet tuaja dhe kalofshin ditë mbar.